Është disa dosje të SPAK-ut tash si më me 1339 që kanë qenë. Po pra 184 ka pasur disa që kanë shkuar në degenerim total domethënë. Nuk prodhuan gjë është ideja. Eksperienca e kaluar ishte thjesht një show, një tym dekorativ nëse mund të shprehemi kështu në mënyrën figurative. Por kam përshtypjen se kësaj radhe më duket si ndryshe. Pse më duket ndryshe? Sepse ndjej panikun në bursë domethënë. Faktikisht bursa është tronditur domethënë. Po ta vësh re klani i qeverisë është në panik. I referohesh reagimeve të kryeministrit? Reagimet të kryeministrit, po. Është në panik ajo mbledhja me ato patronazhistët e me ato stafin e tij domethënë që për mua politikisht ndoshta edhe ligjërisht unë e konsideroj gabim domethënë, po që s'është në takën time që as ta gjykoj as ta hetoj, po thjesht jap një opinionin tim, kështu që duket se i ishin tremur patronazhist. Madje ajo shprehje që përdor kryeministri patronazhistëve shgon për mua është një skandal domethënë. Ndoshta edhe që aty duhet filluar hetimin. Po mirë, pse problemi krimi janë patronazhistët? Kam përshtypjen që jo. Jo patronazhistët klasik, patronazhisti im për shembull, që unë nga fal atyre iranianëve që i nxorën, domethënë, arrita ta identifikoj. Nuk dua të fyj me një profesion kështu modest. Pinte kafe me njerëz të afërt mi, domethënë dhe dinte edhe sa herë kisha shkuar ke dentisti, po e them kështu figurativisht. Një lloj përndjekje kjo, një lloj suvejimi. Po pse për këtë krim po flasim? Jo, nuk flasim për këtë krim. Flasim për vjedhjet zgjedhore. Para si unë kam qenë kryetar të komisionit disa herë, domethënë, edhe në KZAZ, domethënë. Edhe faktikisht ka kohë që është hapur loja e pagesave. Madje në një rast mos ma kërko kështu me detaje. Domethënë parat jepeshin tualetën. Shkonin numëruesit edhe llogarit sa detyroheshin domethënë ne komisionerët të bllokonin procesin dhe të shkonim në shtëpi domethënë për të kryer nevojat tona, domethënë thjesht për të mos u bërë pis domethënë. Se në tualet nuk i ndorim dot, se ka dhe ca kufizime ligjore kjo punë. Po pse nuk denoncohen raste të tilla për shembull? Po si e denoncon? Ja për shembull unë po ja u them në momentin që unë kam qenë kryetar komisioni, se jam direkt e zgjedhet, nuk desha të duhet të rike pjesa teknike, nuk pëlqen pjesa politike, por nëse ti nuk i afrohesh dot tavolinës numërimit pa të kërkuar. Pra nëse tavolina e numërimit bie dakord, plas të paktën në atë legjislacion, nëse tavolina e numërimit bie dakord dhe s'ka ndonjë kontestim, ti nuk shkon dot të afrohesh ke një kishte rregull që duhet të rije kaq distancë afër kuptohet. Ishte në monitorimin e OSBE-s, një punonjës e OSBE-s ishte aty non stop, po që mora informacion nga pala opozitës, le të themi që ishte atëherë, edhe i thash, hajde ta shkrim tavolinën, po duhet gjetë rruga ligjore, domethënë, që ta nxjerrësh për jashtë. Sepse në tualet nuk mund të shkosh ti hysh e ta kapësh frekancë, që të arrish të dënosh tjetrin duhet të kesh provë. Po mirë, këta vëzhgues që ishin aty edhe të OSBE-s, edhe domethënë si nuk i pikaste njëri këta? Nuk shkondën bajnë. Nëse unë po ja u them një. E kam më gjërë atë, domethënë se ka vëzhgues edhe të huaj, domethënë. Ai ishte një proces që shkoi shkëlqyeshëm pavarësisht kësaj që tregova, po ta dhash. Mirë, se nuk e kemi analizën të lokalizuar, ne po trajtojmë fenomenin. Jo, unë po e shtrim me tutje domethënë. Kështu që unë e gjykoj që SPAK-u ka bërë mirë dhe kam përshtypjen se do përdoret varianti amerikan. Është përdorur në Amerikë varianti që është i ndërhyrjeve të rrepta, ndoshta nuk e them dot në temën ligjore sepse për fatkeqësisht unë kam bërë rusisht në shkollë, pati ndërhyrje drastike edhe në Amerikë domethënë. Në momentet sepse atje votimi zgjati shumë, në momentet që konstatoheshin le të themi vjedhje abuzime, le ta themi fitoria e Trumpit ishte shumë më e madhe se sa kaq. Paktën unë këto informacione i kam, por ama kush kapesh me vjedhje nuk shkonte kështu seanca pas seancës. I binda i xhaxhi thon ata që kiçet pamë dhe shkoja direkt në burg. Po si bëhet vjedhja? Se vjedhja kam përshtypjen nuk bëhet aq flagrante, bëhet aq në Amerikë për shembull ishte kapur një postier që i thën plera. Votat me mirë se Amerika është për Shqipërinë shumë i madh edhe domethënë është tjetër. Në Shqipëri është taktika e blerjes, për shembull. Si blihet direkt? Me para kesh, sepse kjo është forma më e kollajt, po themi dhe më e ekspozuar. Me punësime nuk janë të vështira për të gjetur, që të jemi kështu të ndershëm. Sa punësime të kota ka pas kryeministria? Merr kamerat, skanoj, kanë ardhur në punë, kanë ardhur në kryeministri, kanë pas punësime të njerëzve që me premtime elektorale tash. Nëse ka vullnet asgjë nuk është e pamundur, domethënë. Është lehtësisht e ekzaminueshme, nuk flasim për një krim. Pastaj mund të jenë premtime që bëhen direkt, indirekt e tjera, domethënë me akses, por punësime të kota ka patur të paktën në fushata elektorale. Rritja e stafit të bashkisë, të paktën gjelbrim, pastrim gjelbrimi, domethënë mori për masa skandaloze.
Domethënë nëse merr 5000 votues, herë 4 i thon Okej, i thon punësimi. 20000 vota Punësimi që prishin ekuilibrat. Një punësimi, një lloj mekanizmi po themi. Investimet në zona caktuara, është kryeministri në Vlorë? Në Vlorë aeroport, në Vlorë rrugë, në Vlorë Tazem anijet që korrupsion i gjallë. Mira, i thot këto i kanë projekte qoftë edhe të nisura. Për shembull, kryeministri, siç e ka kryeministri i gjithë shtetit shqiptar. Atëherë ta mbylli ta ndajë domethënë. Mora se mund tropojnë, mund të marr Laçin, Lezhën. Se në zonat socialiste ta zem, investimet. Këto janë këto format që cilësohen si të sofistikuara faktikisht. Këto janë shumë sofistikuara, këto janë shumë flagrante, por që nuk përbëjnë vepra penale se nuk e vërteton dot. Nëse shkojmë tek veprat banale, tek krimi banal, ai në rrugë ose ai është më i rrezikshëm domethënë, sepse ai blen votat drejt për drejt domethënë. Tash duhet të them edhe diçka domethënë, nuk janë pa fajde qytetarët, ose ne po merremi domethënë me këtë pjesë, por që njeriu nuk, unë e kuptoj që vërtet mund të jesh vështirësi ekonomike, por çfarë të zgjidh një 50 euro, 100 euro domethënë, ndërkohë firmos dë rënimin tënd ekonomik. Unë le të themi pata një rast që më kërkua vota familjarëve të mi sepse unë jam i pa angazhuar. Edhe ishte fjala për një deputete që do konkuronte për këto primaret. Po. Edhe ideja ishte që një nga këto deputetet luftoi shumë për këtë biznesin e vogël dhe më prekte direkt interesat ekonomike. Pra s'kisha pse mos si isha në favor të asaj. Kështu që njerëzit duhet bëjnë dhe pak pragmatizëm, domethënë, të shikojnë të ardhmen, të shikojnë, mos bëjnë kështu tifoz partijak të smur në kuptimin ose mos gënjehen me 50000 lekë, them, çfarë është ky 50000 lekë? Është krim elektoral ky. Krim elektoral, nuk është krimi drejt për drejt, po jo është elektoral. Me paratë e pushtetit, ato janë paratë e kryeministit, janë paratë tona, ju paguani taksa, unë paguaj taksa, zotnia paguan taksat. Nuk mund të përdorësh ti si mbas shefi domethënë. Nëse po rrim në këtë plan, nëse uni në planin poshtë pasaj, ajo është shumë e kollajshme dhe unë po ju them që paniku është ndjer. Mbase vjen për te oqeanit, po paniku është ndjer. Unë në fakt në studion tuaj kam kënaqësinë që po vi për herë parë, por nuk është se kam thënë. Tu rruga po pastrohet penalisht nga politika, nga të gjitha. E kam marrë përsipër SPAku dhe punë është pak a shumë politika e Kosovës. Motamo ata me gjykatën speciale domethënë ikën një skalet politikanës shumë të fuqishëm që nuk lëviznin dot, ndoshta edhe u bë oferta që të lëviznin, nuk lëvizën dhe përfunduan në burg, pak a shumë me njëjtat po përdoret edhe këtu. Ndoshta nuk po shkojnë në burg, po konsum politik ose disa po ikin në burg, po ja u bëjnë domethënë. Kështu që unë gjykoj që kësaj radhe duket se SPAku e ka seriozisht thjesht në intuitën time, nuk është se s'kam mundësi të marr informacione, po për profesionin që kam flas me letra përpara, kështu që në intuitën time profesionale unë them që do ketë efekt pozitiv dhe trembja në kampin e pushtetit duket. Mekanizmi i përgjimit apo infiltrimit të njerëzve të caktuar në kampet e partive politike gjatë fushatës elektorale duket se është, po themi, ai që ka friksuar më shumë. Si mund ta bëjë SPAK këtë? Se s'po pyes ligjërisht se i lejohen gjitha format sa kohë mendoj unë, pa procedurë të rregull ligjore, për mua përgjimet janë të palishme, domethënë kjo dihet tash, nëse e prokurori e gjyqtari, domethënë duhet të flasim me një konstitucionalist. Jo, e kisha tek pjesa e kanalizuar tashmë për të parandaluar krimet zgjedhore, jo gjithandej. Që shteti shqiptar nuk ka parametra për përgjigje masive. Po flitet që pas ka marrë SPAku një pajisje që nuk e di domethënë, nuk jam në informacion, flas në parim domethënë. Po pra në parim dhe nuk ka parametra për përgjigje masiv të popullatës domethënë, në kuptimin s'ka infrastrukturë thonë ju? Jo, shteti shqiptar. Po kjo pajisje flitet për një, gjithsesi unë gjykoj që do ketë target caktuar grup personash domethënë që e njihen, sepse mund të marr rastin e për krahasim mund të themi, vjedhja është edhe pjesa ligjore, që të jemi të qartë domethënë. Pasem LSI-s që nuk është se është një parti që më afeksionon, po flas në parim domethënë. LSI-ja me 110.000 vota nuk mori asnjë, mori 4 deputet, ndërsa ton doshin me 25-30 mori 2.3, pra edhe ajo që ti ndërhyjnë ligjërisht në mënyrë të sforcuar domethënë, ke shumicën në parlament dhe kjo është vjedhje. Nëse pastaj mirë, ajo është i përket një histori edhe teme tjetër ajo, se ajo është për shkak të asaj që kryen dikur Rama dhe Berisha, kështu që SPAku besoj nuk i ka shpëtuar që ministrat e qeverisë kanë dalë jashtë shtetit me fondet e pushtetit. Ne për më tepër që dhe reklamojnë domethënë dalin me ata simpatizantët e vet dhe që këtu fillon me çfarë lekësh dole, për çfarë qëllimi dole në punë të shtetit. Në Amerikë
X-i, në Itali Y-ja. Po e them bravo. bazë një su që Mirë, ne flasim për këto, normalisht duhet kishte filluar timi, jo, po si këto si ikën ti tash merr paratë shtetit, dhe nëse merr një sponsor, ai sponsori duhet deklaruar, po ja pa kjo është pabarazia në zgjedhje domethënë. Jo, patjetër, gjitha këto pika qëndrojnë. Kurse ato marrëveshjet pastaj që janë bërë mes Ramës e Berishës edhe në 2021-shin, që përfundoi siç përfundoi fal 5 qershorit, kështu që këto e kanë bërë vetë ta. Absolutisht, është marrëveshje e Gërdecit i them unë asaj. Kështu që nuk i referohemi dot, ne po flasim për, tek pjesa e terrenit, po s'më the, mandale komentin mbi atë pajisjen, mundson diçka ekstra jo? Nuk e di. Jo, në kuptimin e funksionalitetit e kanë fjalën. Kapacitet më të lartë, domethënë në kuptimin që mund të mbajë. Se ç'është I referohesh përgjimeve ambientale, kanë përshtypjen apo? Jo, kanë përshtypjen për përgjime telefonike, por dhe telefoni, po ja them për kuriozitet, domethënë telefoni në momentin që fillon bisedën dhe pa filluar të flasit, telefoni hyn në përgjim. Pra praktikisht një person që është ngjitur me mua, nëse flet në momentin që unë po telefonoj dhe nëse përgjigjet thjesht si makineria punon. Pastaj se çfarë kanë aktivizuar, nuk e di domethënë nëse do se flitet spaku do përvolojë, ndoshta e kanë edhe për panik domethënë, po që eksperjenca dërtanishme të paktën për krimin elektoral ka qenë dobët, ndërsa për planet e tjera nuk është se ka performuar keq, ka performuar mirë, hiq atë pjesën e një çik. Tani kur i referohesh përgjimit masiv të popullsisë, e ke fjalën vetëm për grupet caktuara që SPAK dyshon dhe i ka në shënjestër apo ndoshta 200 për një herë si përgjon dot, nuk flas për miliona, e kupton? Jo, them e ke fjalën për masiv gjithë popullata apo grupeve që janë në shënjestër të hetimit për shembull apo të dyshimit. Po them 18000 qendra votimi, po ja fus një shifër. Edhe nuk është se janë. 1000 ca futi 10 komisionerë aty. Do bën 50000, domethënë. Çka nuk do përgjigj masiv kjo, nëse do të hysh domethënë. E lam pjesën ligjore, flasim për pjesën teknike, se unë ekspert jam në pjesën teknike po më. Nuk quhet masiv 50000 veta ose 5000 veta ose 10000 veta. Po bravo. Nuk është përgjigjem individual domethënë. Një njerëz që është dyshuar për veprë penale, merr merrtimin e prokurorit të gjitha, pra praktikisht unë nuk e kam këto njohuri mediatikisht, e kam dëgjuar që paska marrë një pajisje. Por po ja u them me sinqeritet që trembja në bursë është. Ja u garantoj domethënë. Ndoshta në kokë do të putet. Nuk e besoj që të kaloj kështu thatë. Intuitivisht thjesht nuk kam informacion, sinqerisht nuk e marr rezervë se do t'ja u thosha domethënë. E kuptoj. Kjo klima parazgjedhore, sigurisht gjithë perceptojmë që mund të ketë tensione, duke qenë se këtu dihet se si luftohet për politikën. Ju për shembull si e shikoni, si e parashikoni, në aspektin e sigurisë, po themi, po flasim, në fushën tuaj, si e keni atë nuhatjen po mirë pra, po edhe sigurisë i shërbent, lutem. Është e lidhur. Si e keni nuhatjen për klimën zgjedhore të 11 majit? Nëse opozita lufton për pushtet, opozita lufton për jetë apo vdekje. Në kuptimin figurativ, domethënë, sepse humbja e pushtetit, domethënë, gjykoj që minimalisht kryeministri do të japte shumë probleme.